ekonomike për tremujorin e fundit të vitit 2025, I cili me shfaqjen e shifrave të tremujorit të fundit kemi dhe gjithë totalin e rritjes ekonomike për vitin dhe një pasqyrë të qartë të gjithë treguesit që kanë ndikuar në zhvillimet ekonomike më të fundit të vitit. Për tremujorin e fundit të vitit, rritja ekonomike ishte 3.8%, një rritje më e lartë krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian, e cila ishte 1.4% dhe më e lartë se sa gjithashtu mesatarja e vendeve të Ballkanit Perëndimor, që rezultoi 3%. Në detaj, në vendet e Ballkanit Perëndimor, shtetet fqinje u rritën me norma rritëse të krahasueshme me ne, Kosova u rrit me 3.9%, Maqedonia e Veriut me 3.8%, Malizi me 1.5% dhe Serbia me 2.2%. Ndërsa disa vende të Bashkimit Evropian që ne kemi marrë për referencë, gjithashtu vende të partnerë të Shqipërisë, partnerë tregtare kryesisht, Italia u rrit me 0.4%, Greqia me 2.3%, Gjermania me 0.2%, Franca me 0.9% dhe Kroacia me 2.5%. Sipas aktiviteteve ekonomike, ekonomia ka mbajtur në tremujorin e 4 trendin e të gjithë vitit, që do të thotë që kryesisht rritja ka ardhur nga shërbimet, megjithatë për një pamje më të detajuar, kontributin kryesor pozitiv në tremujorin e 4 të ka pasur sektori ndërtimit, I cili ka pasur një kontribut në rritjen prej 3.8% prej 1.17 pikë, administrimi publik, arsimi dhe shëndetësia 1.02 pikë, aktivitetet e pasurisë paluajtshme 0.32 pikë dhe tregtia, transporti dhe akomodimi 0.22 pikë. Sipas sektorëve më të detajuar, sektorët të cilët kanë pasur performancë më pozitive kanë qenë ndërtimi, administrimi, arsimi dhe shëndetësia, aktivitetet financiare dhe të sigurimit, ndërsa tregtia ka pasur një performancë pozitive dhe gjithashtu aktivitetet e lidhura me artjet, argëtimet dhe çplodhjet kanë pasur një performancë pozitive. Performancë negative në tremujorin e 4 të vitit ka pasur